Dhe tani rikthehemi në studio për ata miq që I besojnë horoskopit ose të paktën marrin disa sinjale prej tij se çfarë duhet kenë parasysh përgjatë ditës së tyre, cilat janë veprimet që duhet bëjnë dhe si të reagojnë përballë vendimeve të mëdha. Për këtë jemi këtu me informacionin I cili na vjen nga Paulo Fox, siç ua them shpesh një prej astrologëve më të mirë dhe më të njohur ndërkombëtarisht, të cilit I referohemi të gjithë, ndoshta për ta bërë veten të ndihemi pak më pozitiv ose mbase për të ditur se çfarë duhet të bëjmë dhe se si duhet të reagojmë në një ditë e cila nuk duket fort pozitive. Ne do të ndalemi tek 12 shenjat e zodiakut nga Dashi tek Peshqit për ta parë se si do të jetë ky 24 dhjetor për secilin prej jush që I përket njërës shenjë apo tjetrës. Dhe kur flasim për Dashin, sot mund të ndiheni emocionalisht pak të lodhur nga detyrat që duket sikur s'kan fund. Pra, ju vraponi për të kapur sa një punë tjetrën dhe për t'i përmbushur të gjitha detyrimet tuaja në raport me karrierën. Është e rëndësishme, thot horoskopi, pozicionimi I yjeve dhe planeteve për ju që të bëni një hap pas dhe mos të ngushtoheni me ide tejet konkurruese për gjatë ditës së sotme. Ide të mira mund të lindin nga reflektimi dhe nga qetësia. Pra duhet keni parasysh që dita e sotme duhet shërbej për reflektim dhe për t'u qetësuar, edhe për të bërë hapa pas. Pra ndonjëherë është më mirë të bësh hapa pas nëse nuk je I sigurt për hapin e radhës. Përfitimet në para mund të vinë nga vendime të menduara mirë, kështu që mos nxitoni me veprime impulsive kur bëhet fjalë për financa për gjatë ditës së sotme, do duhet që të pushoni. Pra, gjithçka për cilën shenja e Dashit ka nevojë ditën e sotme është të pushoj, të rigjeneroj energjit, të ketë pak kohë reflektimi me veten, të bëjë një ndarje mes asaj çfarë I shërben dhe asaj çfarë do ishte veprimi më I gabuar për t'u ndërmarrë. Dhe duke bërë një pushim të shkurtër, do të keni mundësi që të rigjeneroni fokusin profesional dhe mëtej të ndani ato prioritete për të cilat vërtet duhet të punoni dhe duhet vazhdoni të bëni hapat e radhës. Nëse ndiqni këto këshilla, mëtej vijimi I javës do të jetë I mbar. Do të shkojmë në vijim tek shenja e radhës, shenja e Demit. Për Demin duket se dita është pozitive dhe jo vetëm dita, po e gjithë periudha e mbetur e dhjetorit. Hyn me këmbë të mbar Demi në 2026, pak të kështu tregohet dhe këtë arrim të kuptojmë sipas mënyrës se si planetet janë pozicionuar në favor të tij dhe yjet po ashtu janë në anën tënde, nëse I përket shenjës së Demit, është një periudhë e mirë për të mbyllur punë të pasgjidhura dhe për të filluar projekte të reja. Mund të ndihesh më stabil dhe I besueshëm në lidhje me rolin tënd në punë. Ke pasur periudha në të cilat patjetër pikpyetjet kanë qëndruar në kokën tënde, apo bëj gjën e duhur apo jo, megjithatë duket se të gjitha këto do të marrin një zgjidhje përgjatë ditës së sotme dhe përgjatë gjithë periudhës në vijim. Menaxhimi I paras është më I qetë në këto momente, fitimet e vogla nga punë ekstra mund të afrohen. Kështu që mos u mërzisni, nëse keni bërë më shumë punë edhe për te angazhimit tuaj të përditshëm, do ta keni shpërblimin dhe rezultatin. Duhet të keni fokus në rritje të qëndrueshme dhe të jeni konsistent në veprimet tuaja. Kjo është forma e duhur për të ecur përpara dhe për të shënuar ato hapa të cilat keni kohë që I ndërtoni. Keni kohë që ndërtoni skenare se si të shkoni drejt tyre. Me sa duket, vetmja mënyrë produktive është të fokusoheni tek rritja juaj në karrierë dhe profesionale. Për të vijuar me shenjën e radhës, ne do të ndalemi tek binjakët. Nuk duket dita më e mirë e mundshme për binjakët, sepse kjo shenjë, sikurse paralajmëron horoskopi, mënyra se si yjet janë pozicionuar, mënyra se si planetet janë vendosur, mund të tregoj që për këtë shenjë në angazhimet e përditshme do të ketë vonesa në ditën e sotme. Por, është e rëndësishme të bëni një ndarje.
dhe të shihni qartë pa u ndikuar emocionalisht. Pra, pa i marrë shumë afër zemrës gjithçka ndodh për gjatë ditës së sotme, sepse nuk duhet i shihni, këtë e sugjeron horoskopi, jo unë, mos ta marrim personale, nuk duhet i shihni këto vonesa si t'jenë pengesat tuaja më të mëdha. Sepse, në fakt, ato janë sinjale për organizim më të mirë dhe për reflektim mbi prioritetet. Dhe për të ndalur tek parat, sot është rëndësishme që të mos nxitoheni, pra nëse shihni përballë jush një produkt për cilin mendoni se keni shumë nevojë, është mirë ta rimendoni edhe një herë nëse vlen apo jo të blihet dhe t'i shpenzoni parat, nuk duhet bëni shpenzime impulsive sepse mund të krijojnë tension, tërësisht të panevojshëm, sidomos në këtë periudhë të vitit kur shpenzimet rriten natyrshëm sepse të gjithë bëjmë planet tona, dikush për të festuar me familjen, dikush për t'i bërë pak qefin vetes dhe për të kryer një udhëtim. Kështu që në këtë pikë patjetër duhet mendoni se si ti menaxhoni parat në formën e duhur. Durimi sjell zgjedhje më të mira se sa nxitimi. Kjo vlen për t'u thënë për shenjën e binjakëve. Yes. Për të kaluar tek shenja e radhës, ndalemi tek gaforja. Fokus i lartë mbi aspektet emocionale sot mund të duket e vështirë të ndash punën nga ndjenjat. Ajo që zakonisht mund ndodh me shumë persona, sidomos tek shenjat emocionale, të cilët shpesh i ngatrojnë edhe bëjnë një lëmsh mes personales dhe asaj profesionales. Qëndroj organizuar dhe mos i lësho kontrollit çështjet financiare apo profesionale. Energjitë emocionale sot mund të shpërqendrojnë vëmendjen nga buxheti, ruaj hierarkinë e objektivave. Për të vijuar me mesazhin që duhet të ndiqni përgjatë ditës së sotme ju që i përkisni shenjës së gafores, vendos prioritete dhe mos lejoj që emocionet të përzihen me vendimet financiare. Kjo vlen për t'u përmendur dhe për t'u theksuar në shenjën tuaj. Shkojmë te shenja e radhës, Luani. Ka një ndjenjë rishfaqjeje të dëshirës për sfida. Mund të ndihesh më i motivuar për të provuar gjëra të reja në profesion. Sa i përket parave, mund ketë mundësi të reja për shpërblime ose rritje, sidomos nëse shfaq entuziazëm dhe vetbesim. Hapi drejt rritjes kërkon guxim dhe iniciativë. Për të shkuar tek Virgjëresha. Organizimi dhe qartësia janë fjalët kyçe. Është ditë ku mund të sqarosh detaje të vjetra dhe të vendosësh strategji të reja pune. Suksesi financiar vjen duke ndjekur metoda praktike dhe duke kontrolluar shpenzimet. Këtë duhet të keni parasysh ju që i përkisni shenjës së Virgjëreshës. Renditja dhe rregulli sjellin rezultate afatgjata. Nëse vendosni pikërisht një rregull në jetën tuaj, patjetër që do të keni edhe arritje dhe sukses. Shkojmë tek Peshorja. Dita juaj sot sillet rreth rishikimeve dhe balancimeve. Ndoshta ke nevojë që të harmonizosh marrëdhëniet në punë përpara se të përqendrohesh tek rritja profesionale. Sa i përket parave, sot është ditë për të vlerësuar buxhetin dhe për të shmangur shpenzimet që nuk përputhen me planin tënd. Bëj një inventar të asaj që ke fituar dhe të asaj që po shpenzon, dhe kështu do mund të vendosësh edhe disa balanca që do të shërbejnë për të kuptuar ku është realisht gjendja jote financiare. Shkojmë tek Akrepi. Mund të ndihesh më introspektiv, intuita profesionale do të jetë e fortë veçanërisht në krijimin e rrjeteve dhe në planifikim afatgjat. Shiko mundësitë jo vetëm për fitime, por edhe për stabilitet. Sot është një ditë për të ndjekur instiktet me kujdes. Kujdes me sinjalet e brendshme, sepse janë ato të cilat në një lloj forme do të orientojnë, por që me logjik, ju ndoshta edhe mund t'i mendoni si të pa vlera dhe të pa kuptimta, por është e rëndësishme t'i kushtoni vëmendje dhe t'i ndiqni ato instikte të brendshme të cilat do t'i orientojnë në rrugën e duhur. Shkojmë tek Shigjetari. Kreativiteti dhe idetë e reja do t'jenë në kulm për gjatë ditës së sotme, kjo do të ndihmojë në gjetjen e zgjidhjeve me efekt pozitiv për punën. Ji i hapur për mundësi që kërkojnë mësim dhe rritje. Shpërblimet financiare do të vinë nga zgjerimi i horizonteve. Investimet në dije apo në network, pra në lidhjet e ndryshme, mund të jenë të vlefshme. Shkojmë tek Bricjapi.
për të cilët dita sot do t'jetë një moment për të besuar në vizionin tënd dhe për të ndjekur objektiva afatgjata me strategji të qartë. Stabiliteti financiar do t'jetë në fokus, bëj planet të detajuara dhe shmang vendimet e nxituara. Përgatitja e mirë sot mund të sjellë rezultate të qëndrueshme më vonë dhe këtë ju duhet ta keni parasysh. Përgatituni mirë sot të përdoreni ditën për të aftësuar më shumë veten edhe për të shkuar më të zotuar për rezultate të mira në iniciativat e ardhshme dhe në hapat e radhës që do të ndërmerrni. Nëse ndiqni këto këshilla, patjetër që mund të keni një ditë shumë të mbarë dhe shumë produktive. Shkojmë tek ujori. Energjit do t'jenë kreative, do t'keni një ditë e cila do t'sjell ide të reja, tepër origjinale dhe zgjidhje jo të zakonshme, të cilat mund të sjellin avantazhe në fushën tuaj profesionale. Tani për të shkuar tek parat, sepse janë edhe kjo një pjesë shumë e rëndësishme për t'u përmendur. Kujdes me shpenzimet impulsive, sidomos në periudhë feste. Gjë që duhet ta kenë parasysh të gjitha shenjat e horoskopit dhe jo vetëm ujori. Do duhet që të bësh plane buxhetore dhe të shmangësh vendimet financiare të cilat nuk kanë një planifikim të qartë. Nëse ecni pa një planifikim dhe pa një strategji në mënyrën se si menaxhoni financat tuaja, do të jetë shumë e afër dita kur do të ndjeni vështirësi në xhepa, kështu që në këtë periudhë nuk do ta donte askush, sepse shpenzimet patjetër që janë në rritje, por nëse nuk i ndiqni këto këshilla, mund ta gjeni veten edhe në vështirësi. Dhe për të shkuar në përfundim tek shenja e fundit tek peshqit. Intuita është e fortë dhe mund të udhëheq drejt vendimeve të duhura në punë, veçanërisht në krijimtari, bashkëpunime dhe në art. Në para do duhet qëndroni realist teksa ndiqni instiktet dhe kjo mund të sjellë fryte financiare pozitive. Ndërthurja e imagjinatës me praktikën mund të hapë rrugë të reja. Këtë duhet ketë parasysh për një ditë të mbarë edhe shenja e peshqve, pra të gjithë ata që i përkasin kësaj shenje, duhet që gjatë ditës së sotme patjetër t'i besojnë intuitës së tyre dhe të shkojnë me ide më origjinale, më kreative dhe më të fokusuar se asnjëherë më parë, por gjithmonë duke qëndruar edhe realist në menaxhimin e financave. Përgjithsisht dita duket jetë e mirë për 12 shenjat e zodiakut. Ky është thjesht një parashikim i përgjithshëm, sepse patjetër secili prej nesh ka individualitetin e tij dhe vepron në mënyrë tërësisht unike. Punët tona janë të ndryshme, prioritetet janë të ndryshme, por ndoshta disa sinjale, disa lajmërime edhe mund t'i marrim përbazë nga parashikimi që bëjnë astrologët lidhur me ditën në karrierë dhe në para, në mënyrën se si yjet dhe planetet janë vendosur apo jo në pozicione të favorshme për të gjithë ne. Së pari, përpara se të kalojmë në hapësirën publicitare, unë dua t'ju kërkoj ndjes për zërin tim për gjatë ditës së sotme, besoj do më vijoj edhe për pak ditë derisa të kaloj kjo gjendje. Megjithatë, uroj dhe shpresoj që në njëri për jush t'i kem ndihmuar me këtë horoskopin që siç ua them shpesh, vjen nga parashikimet që një prej astrologëve më të njohur ndërkombëtarisht, Paulo Fox, bën për ne.